Zyra Rregullatore për Energji ka planuar aplikimin e Alpeksit për përcaktimin e detyrave dhe tarifave të NIMOS për periudhën 2026-2028, pas analizimit edhe shqyrtimit të aplikacionit në aspektin teknik, financiar dhe ligjor. Zyra Rregullatore për Energji ka zhvilluar edhe procesin e konsultimit publik, ku ka dalë me raportin konsultativ, i cili ka qenë publik i publikuar dhe plotësisht zëres me dokumentacionin shoqërues. Ky raport ka dalë në muajin dhjetor të vitit 2025. Gjatë kësaj periudhe nuk kemi pas komente nga palët e interesit dhe as nga Alpeksi. Shqyrtimi është realizuar në përputhje me ligjin për Rregullatorin për Energji, ligjin për energji elektrike dhe metodologjinë për përcaktimin e tarifave të operatorit të mbruar të tregut të energjisë elektrike NIMA. Domethënë, kjo kornizë ligjore jep ZRE-s kompetencë për miratimin e tyrave të lejuara dhe strukturës tarifore për NIMA. Tyrat e lejuara të propozuara për zonën ofertimit të Republikës Kosovës përfshin komponentet e rregullator standard, siç janë kostot operative, kostot që janë të lidhura me investimet kapitale, amortizimin, kapitali punës, mandej tarifat e licencës, mbi asetet, vlerat e propozuara për Kosovën për vitin 2026, për si tyra janë 669.028 euro për vitin 2026, për vitin 2027 712.400 euro dhe për vitin 2028 835.613 euro. Struktura e tyrave dominohet kryesisht nga kostot operative. Andaj kemi kthim të vogël tek pjesa e bazës aseteve të rregulluar. Megjithë se tyrat shfaqin trend rritës gjatë periudhës 2026-2028, kjo rritje nuk është as rezultat i rritjes tarifave, nga se propozimi është që me mbet tarifa aktuale ekzistuese. Por kjo bëron nga rritja e kostave për njësi, pasojë direkte e zgjerimit të portofoljeve të anëtarëve të bursës, është rrit numri i anëtarëve të bursës, është rrit volumi energjisë strektuar në tregun day ahead market edhe intraday apo në tregun një ditë para dhe ndërditor, është rrit aktiviteti i likuiditetit në tregun organizuar të energjisë elektrike. Pra, rritja e tyrave reflekton zhvillimin e tregut dhe rritjen e volumit të shitjeve të energjisë dhe jo rritjen e barës tarifore për pjesëmarrësit. Lista e tarifave të NIMOS për Kosovën propozohet me qenë e pandryshuar, krahasuar me periudhën paraprake, edhe vazhdon më apliku për tregun day ahead market dhe ndërditor. Tarifat e Alpeksit duhet sqaruar se aplikohen vetëm për shërbimet ndaj anëtarëve të bursës, përfshirë tarifat vjetore, tarifat administrative, tarifat variabël tregtimit dhe klerimit. Pra, këto tarifa nuk përfaqësojnë çmimet e energjisë elektrike në bursa, pasi që këto çmime tregut formohen në mënyrë automatike nga platforma e tregtimit bazuar në ofertat dhe kërkesas e pjesëmarrësve në treg për çdo ditë dhe për çdo orë. Ne si departament i rekomandojmë bordit me shqyrtu kërkesën e Alpeksit. Nëse ka në koment eventual edhe tani këtu, ose në diskutim. Nëse ju atëherë përhedhin votim, kush është për? Atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovojnë tyrat e lejuara maksimale për këtë rast Alpeksin diga në Kosovë, gjithashtu edhe tarifat si pjesin të njëjta edhe për periudhën që është propozuar nga Departamenti i Tarifave. Mirë se erdhin, si pike radhës është
shqyrtimi i caktimit të furnizuesit të mundësisë së fundit, meqenëse se përmes procedurës së prokurimit nuk ka pas asnjë ofertues. ZRE-ja është e obliguar që të imbrojë konsumatorët dhe të caktoj këtë obligimin e shërbimit të mundësisë së fundit përmes vendimit. Atëherë po ta kalojmë fjalën. Qëllimi i këtij prezantimi është t'ju paraqes në mënyrë të qartë kronologjinë e zhvillimeve, bazën ligjore dhe propozimin e ZRE-s për caktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit me akt të veçantë. Fillimisht sa i përket kornizës ligjore, ligji për energjinë elektrike, gjithsesi në nenin 40 përcakton se furnizuesi i mundësisë së fundit ekziston si mekanizëm mbrojtës për konsumatorët, me qëllim që furnizimi me energji elektrike të mos të ndërpritet në rastet kur konsumatori mbetet pa furnizues për shkaqe që nuk varen nga vullneti i tij. FMF nuk është furnizues tregtar i zakonshëm, por një mekanizëm mbrojtës i shërbimit publik për garantimin e sigurisë së furnizimit përkohësisht. Ligji për energjinë elektrike dhe rregulla për furnizuesin e mundësisë së fundit përcaktojnë qartë se në FMF kalojnë konsumatorët, të cilët mbesin pa furnizues, si pasojë e falimentimit ose likuidimet e furnizuesit të tyre, revokimit të licencës apo dështimit të konsumatorit për të zgjedhur një furnizues të ri pas përfundimit të një kontrate furnizimi. Pra, FMF aktivizohet vetëm në situatat të jashtëzakonshme dhe të përkohshme. Një element shumë i rëndësishëm që ligji thekson është se shërbimi i FMF-s nuk është i përhershëm. Konsumatorët kanë të drejtë të furnizohen nga FMF vetëm për një periudhë të kufizuar kohore, e cila sipas kornizës ligjore në fuqi nuk mund të zgjasë më shumë se 60 ditë. Brenda kësaj periudhe, konsumatori ka obligim të zgjedhë një furnizues të ri. Sa i përket mënyrës së caktimit të furnizuesit të mundësisë së fundit, ligji për energjinë elektrike parashikon se FMF në parim zgjedhet përmes procedurës së tenderimit dhe caktohet për një periudhë 3 vjeçare. Ky është rregulli bazë që ZRE e ka ndjekur edhe në këtë rast. I njëjti nen i ligjit rregullon edhe situata kur procedura e tenderit dështon. Në këto raste, ligji autorizon ZRE-n që për të garantuar vazhdimsinë e furnizimit të caktojë përkohësisht një furnizues të mundësisë së fundit për një periudhë jo më të gjatë se 6 muaj, brenda së cilës duhet të zhvillohet një procedurë e re tenderimi. Ligji parashikon edhe më tej dhe qartë se në rastet se edhe procedura e dytë e tenderimit dështon, ZRE cakton furnizuesin e mundësisë së fundit me akt të veçantë për një periudhë 3 vjeçare, duke vendosur obligimin e shërbimit publik në pajtim me nënën 5 të ligjit për energjinë elektrike. Pra, kjo dispozit është menduar pikërisht për situata si kjo aktuale kur nuk ka reagim përmes tenderimit. Në aspektin faktik, me vendimin 1544/2022 të datës 29 korrik 2022, Keku është caktuar si furnizues i mundësisë së fundit për periudhën 3 vjeçare. Pra, nga 31 korrik 2022 deri me 30 korrik 2025. Me afrimin e përfundimit të kësaj periudhe, në mars të vitit 2025, është hapur procedura e tenderimit për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit, e cila ka dështuar për mungesë të ofertave. ZRE ka nxjerrë njoftime për anullim tenderi për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit, pasi që nuk janë plotësuar kriteret bazë të përcaktuara me nenin 4 paragrafit 1 të rregullës për furnizuesin e mundësisë së fundit, i cili parasheh, citoj, konkurenca për caktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit do të konsiderohet e vlefshme nëse jo më pak se 2 tenderues kanë përmbushur kriteret përkatëse të pranueshmërisë. Si rezultat i kësaj, domethënë dështimi dhe anullimi i tenderit, bordi ka vlerësuar se janë plotësuar kushtet që të caktohet furnizuesi i përkohshëm, ashtu siç parashikohet edhe me nenin 48 paragrafi 4 të ligjit për energjinë elektrike, kur thuhet se, citoj, regulatori do të caktojë një furnizues që përkohësisht të ushtrojë funksionin e furnizuesit të mundësisë së fundit, por jo më gjatë se 6 muaj, periudhë kjo brenda së cilës do të zhvillohet tenderi i ri. Në vijim për të siguruar vazhdimsinë e furnizimit, KEK me 12 qershor 2025 është caktuar si furnizues i mundësisë së fundit, përkohësisht për periudhën nga 31 korriku 2025 deri me 30 janar 2026. Gjatë kësaj periudhe është zhvilluar edhe procedura e ritenderimit, por edhe kjo procedurë ka rezultuar pas një ofertë dhe është anulluar me 18 dhjetor 2025. Duke qenë se janë zhvilluar 2 procedura tenderimi,
të pasukseshme, dhe se me 30 janar 2026 ka përfunduar mandati i furnizuesit të mundësisë së fundit të përkohshëm, ZRE ka konstatuar se janë plotësuar kushtet ligjore për kalimin në fazën e caktimit të furnizuesit të mundësisë së fundit me akt të veçantë për një periudhë 3 vjeçare. Andaj, pas vlerësimit të kapaciteteve teknike, organizative dhe financiare, së dhe deklarimit të gatishmërisë për marrjen e kësaj përgjegjësie nga të licencuarit për furnizim energji elektrike, i propozojmë bordit që të caktohet edhe më tej ndërmarrja KKSH si furnizues i mundësisë së fundit, pasi që e njëjta ka përvojë për të ushtruar këtë përgjegjësi, posedon softverin e nevojshëm për ushtrimin e këtij aktiviteti, posedon personel profesional, ka gjendjen e shëndosh financiar dhe të jetë në gjendje të kryejë këtë funksion si FMF për periudhën nga 31 janari 2026 deri me 30 janar 2029. Pra, FMF nuk është furnizim apozgjat, është një mekanizëm mbrojtës i kufizuar në kohë për të garantuar që asnjë konsumator të mos mbetet pa energji. Faleminderit. Faleminderit zoti Mesini, atëherë po hapi për diskutim për bordin, nëse ka një koment. Nëse jo, atëherë po e hedhej në votim, kush është për? Atëherë konstatoj që me 5 vota përcaktohet edhe furnizuesi i mundësisë së fundit për periudhë 3 vjeçare, siç është prezantuar edhe nga stafi që me qenë se kanë dështu 2 procesit të tenderimit dhe s'ka pas asnjë të interesuar që të marrë pjesë në këtë proces ose të marrë këtë obligim në procedurat konkurruese siç është e përcaktuar me ligj. Atëherë, me qenë se tani tutje pika tjera kanë të bëjnë me çështje që kanë të bëjnë me çështjet e brendshme të ZRE-s, unë ju kisha falenderu edhe njëherë medjave që kanë gjetë kohë me përcjell mbledhjen e bordit të ZRE-s dhe shimin e mbledhjeve tjera.